Një mbrëmje letrare muzikore në kujtim të 125 vjetorit të ndarjes nga jeta të rilindasit të madh në Infrashëri është mbajtur këtë fillim javë në kullën veneciane të Durrësit. Trupa e aktorëve të atë Aleksandër Mojsiu, por dhe dy emra të mirënjohur të skenës shqiptare, Yll Kamuji dhe Ndriçim Xhepa, kanë interpretuar para publikut pranishëm disa nga poezitë më të njohura të Frashërit, të cilat janë pjesë e fondit të artë të letërsisë tonë kombëtare. Për profesoreshën e asociuar Rovena Vata Mikeli, në Infrashë është një nga figurat qendrore të rilinjës sonë kombëtare dhe për kujtimi për vjetorit të ndarjes së tij nga jeta është një omazh që i bëhet tij patrioti dhe autori shqiptar. Në mbrëmjen letrare muzikore u ekspozua dhe skica e rilindasit të madh e realizuar nga drejtoresha e qenës kulturore të Durrësit, Alketa Tragaj. Do kujtojmë sot 125 vjetorin e vdekjes së Naim Frashërit, poeti i cili i dha shpirt gjuhës dhe identitetit shqiptar. Sot kemi disa figura mjaft të rëndësishme të artit, siç është Ndriçim Xhepa, Yll Kamuja dhe studiuesja Rovena Mata. Është një mbrëmje mjaft e bukur, një mbrëmje mjaft kulturore kur ndërthuret muzika, arti edhe arti pamor. Në Infrashë lindi në vitin 1846 në Francë të Përmetit dhe u nda nga jeta me 20 tetor 1900. Vepra e tij Braktia e bujësia, historia e Skënderbeut, fjalët e Qilirit dhe shumë të tjera mbeten testamenti që në Infrashëri la për vendin e tij, Shqipërinë, dhe për mesyra identifikohet sot si poeti ynë i madh kombëtar.